midis dy vajzave të ekranit. Unë dyshova për këtë. Thash me vete, sheri midis Kiarës dhe Dojnës. A do arrit dot ta mund sherin madhështor të dy mbretëreshave të muzikës së Kosovës, Remzia Osmani dhe Mirie Braha, që unë eftova për fejesën e djalit, pa nuk më ftoi mua, kështu që unë për dasëm do eftoj, po për fejes nuk eftoj. Unë për këtë bëra një sondazh. Bëra një sondazh dhe i bindur që historia e Remzies dhe e Miries është harruar nga publiku dhe në Kosovë, po edhe këtu tek ne. Por jo, nuk është harruar, madje hora në garë. Thash, kush është sheri më i fortë i showbizit? Kur them sher virtuale, sher Instagrami. Është Remzia me Mirien apo Kiara me Dojnën? Dhe imagjinoni pak. Në vendin e parë, kanë kaluar shumë kohë. Megjithatë, kanë kaluar gati 2 vjet të mira në mos më shumë. Megjithatë, publiku vazhdon të votojë si sherin mes dy femrave të famshme të showbizit, si sherin më të famshëm, sherin e mbretëreshave, atë të Remzi Osmanit dhe Mihrie Brahës. Janë votuar me rreth 55% sheri i këngëtarëve nga Kosova, ndërsa vajzat e ekranit shqiptar, Dojna Mema, Kiara Tito, janë votuar vetëm 45%. Çfarë duhet themi me këtë? Duhet themi me këtë që Mama knows better. Miria dhe Remzia knows better, kështu që Dojna dhe Kiara kanë punë përpara që të bëjnë një sherr të vërtet prej dy mbretëreshash të showbizit.